Ishulli I Sazanit në brigjet e gadishullit të Karaburunit në Shqipëri është hapur së fundmi për vizitorët për historinë e tij mbetet ende një mister, shkruhet në të përditshmen britanike Express. Vitet e fundit Shqipëria ka fituar popularitet si një nga destinacionet e preferuara për pushime, fal plazheve dhe peizazheve të saj mahnitse, por një ishull I pazakontë është kthyer në trend për një arsye tjetër. Në brigjet e gadishullit të largët të Karaburunit në Shqipëri, Ishulli I Sazanit mbetet një nga destinacionet më misterioze dhe më pak të njohura të Evropës. Pavarësisht bukurisë së tij magjepsëse, ishulli 5.7 km2 ka qenë prej kohësh I ndaluar për vizitorët për shkak të së kaluarës së tij të errët ushtarake, sikur një bazë strategjike e nëndetësve dhe armëve kimike për Bashkimin Sovjetik gjatë luftës së ftohtë. Tani ishulli është ndërruar në një zonë me interes për vizitorët që tërhiqen nga turizmi I errët. Ishulli I Sazanit luajti një rol kyç në mbrojtjen ushtarake të Shqipërisë. Rrjeti I tij I bunkerëve dhe tuneleve nëntoksore, I ndërtuar për të bërë ballë sulmeve bërthamore, mbetet ende I fshehur në peizazhin e tij të thyer. Megjithse ishulli tani është shtëpia e një baze ushtarake shqiptaro-italiane, ai ka filluar dal ngadalë të mirëpresë dhe vizitorët kureshtar. Në ver të vitit 2017, një pjesë e vogël e ishullit të Sazanit u hap zyrtarisht për turistët, duke I lejuar ata të eksploronin plazhet e tij të pacënuara, strukturat e braktisura ushtarake dhe reliket e frikshme të luftës së ftohtë për herë të parë. Aventurierët sot mund të lundrojnë në rrënojat e saj të tmerrshme, të dëshmojnë bukurinë e saj natyrore të paprekur dhe madje të eksplorojnë labirinthin e nëndeshëm që dikur mbronte operacionet më të fshehta ushtarake në Shqipëri. Pavarësisht të kaluarës së tij të trazuar, ishulli I Sazanit është një parajs për ardhuruesit e natyrës. Ishulli është I rrethuar nga ujëra të pastra kristal, shkëmbim dhe limane të fshehur që ofrojnë pamje mahnitse në detin Adriatik dhe atë jon. Me klimën mesdhetare dhe bimësinë e harlisur e të egër, shfaqet një kontrast I fortë me strukturat e tij të shkreta dhe të braktisura. Ndonse ishullit I mungon ende një infrastrukturë turistike plot, turet me varka nga Vlora, tani I lejojnë vizitorët të shkelin në këtë tokë dikur të ndaluar. Ndërkohë që aksesi I plot në tunelet ushtarake mbetet I kufizuar, turet me këmbë ofrojnë një mundësi për të parë nga afër historinë e Shqipërisë gjatë luftës së ftohtë. Ata që kërkojnë një destinacion unik rekomandohet të vizitojnë ishullin e Sazanit, I cili ofron një ndërthurje magjepsëse të historisë, misterit dhe bukurisë natyrore, duke e bërë atë një udhëtim të domosdoshëm për turistët e guximshëm që kërkojnë të eksplorojnë xhevahiret e fshehura të Evropës.